Një ngjarje tragjike ka ndodhur në një shkollë në Durrës ku një nxënës 17 vjeçar ka humbur jetën gjatë orës së fizkulturës në gjimnazin Gjergj Kastrioti. Sipas informacionit paraprak, njeriu me inicialet FS dyshohet se ka pësuar infarkt. Në vend ngjarje, efektivët e policisë dhe grupi ekspertizës po punojnë për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e plota të ngjarjes. Njoftimi i policisë. Në ambientet e një shkolle të mesme në Durrës, një 17 vjeçar gjatë kohës që ndodhej në palestër, është ndier keq dhe ka humbur ndjenjat. Menjëherë është transportuar me ambulancë për ndihmë mjekësore, por ka ndërruar jetë. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale, arrest kardiak, thuhet në njoftim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.